S'po më delte parashikimi. Çfarë ndodh? Parashikimi më i zi është që do të mbyllin spakun dhe ne do të justifikojmë, do të pranojmë siç kemi pranuar çdo të zezë. Siç kemi pranuar. Do kthehemi edhe një herë nga e para. Po, këtë kemi bërë gjithmonë. Do të thonë, jeni duke thënë që fiton PS-ja dhe Berisha dhe bëhen bashkë Qeveri. Jo, bëhen bashkë dhe mbyllin spakun. Nuk bëjnë qeveri, po do bëjnë një aleancë për të mbyllur spakun. Nuk ka arsye ta bëjnë qeverinë. Gjithë kjo është një lojë që na kanë hedhur neve. Ore, kush vjen në qeveri? Kush është? Landi, do vazhdoj Rama akoma. Se janë përpjekur ta kujtoj dhe të rinjtë e sotshëm nuk e mbajnë mend lojën Nënç. Dami Nënç. Dami Nënç. Po si se mbajnë mend? Të rinj. Çfarë thua të rinj? Tani e mban mend ti atë Çelembyll? Po, Çelembyll. Tre këtej, do të ishte një gur dhe ishte dy këtej dhe ishte ku ishte Bosh e bëhet tresh, Bosh këtej tresh. Çelembyll e mban mend. Kështu ishte pra, ai ishte kështu. Kështu na kanë bërë. Se un kam 100 vjet që se kam bërë. Jo, e 100 vjet si ke u Bosh. Kështu na kanë bërë. Zoti Rebara, si të kam pritur zgjedhësit, kur i takon? Mirë, më presin të gjithë, edhe domethënë po ta them kështu sinqerisht që ata që janë të majt më presin, më kanë prit gjithmonë, me thënë drejtën më mirë. Po? Por unë kam të majt atë? Kjo për shkak të familjes? Jo, kështu është. Domethënë ata më duan. Edhe në 2005-ën kam marrë shumë vota të majta, kupton? Tani pse me Lulzim Bashën? Pse beson atë? Lulzim Basha është në masën e njerëzve e shpreh kështu që nuk i besojmë Lulzim Bashën. Që nuk bën, domethënë Luli. Ore nuk besojmë rreth papë, le bën s'bën është. Mirë, dakor. E kemi këtë. Shiko. Unë kam qenë shoku Azemit. Azemajtari? Po. Se ishim bashkë për gjithë shokët, kur bëm lëvizjen studentore, ishim kështu, ha? Shenasiut. Rama. Tash këto që i quheshin të majt, që ishte Gonxha, që e kam pas shok në shkollë, kupton? Ne kishim marrë këtë kraun kënej. Gonxhën e ke pasur në lice? Po më kemi qenë shok. Po jo në lice për pikturë. Po. Ai ishte një vit përpara. Ai ishte një vit përpara. Çdo le kemi letë, kishin dhe me ilagje. Më ka dhënë bojën që kam bërë Michael Jacksonin, kishte një bojë të zezë ai që e mbante ajo. Dhe e bëre pikturove Michael Jacksonin? Po, e bëra kështu me Pinello. Se kur si që pikturë si mua, unë e kam shëtu këtu Michael Jackson dhe ka thënë njeri se unë isha student, ka thënë njeri me Edith Amerika, tha që një student tha, ka shëtu këtu, tha Michael Jackson, tha, hej, thashën, dhe po prisja, hej, thashën, vjen apo shton, tha. Ngelam si tha, ishte 1989. Nuk kështë vetëm emri kështë Michael, më Itzael, Jackson, jatë kësot. Kaq. Kemi qenë gjënaft. Ta kupton, kur ja them ti biri këtë, çfarë është kjo, më thotë, pse për qeshur është kjo, më thotë. Unë qesh kur e tregoj. Ande. Ma ka treguar. Ti e bëre pikturë Michael Jacksonin? E bëra në bluzë. Në bluzë. Kishte bluzë nga ato të zakonshme, të bardhë. Të bardhë. Dhe me çfarë ngjyrë? Ishte një bojë zezë që tekstili që kishin vjedhur atje ke. E kishin vjedhur? Pa, edhe më dha ky. Po nuk e ke atë bluzën sot? Ku e? Çfarë thotë? Dhe do të po themi e vizatove, bëre një pikturë që i ngjante atij, kaq, se vështirë ka pas. I ngjante. Pa, edhe thotë si Gonxha thotë. Ua, tha me dorë kështu. Kështu pra. Direkt. Fa, e kupton? Ka dalë shumë mirë tha, e kupton? Dhe atë bluzë dhe Gonxhas? Jo, bluzën e mbajsha unë. Po çfarë lidhje kishte Gonxha? Gonxha më dha atë pullën, ti kishe një pull. Këtë një gjë kështu që ishte Michael Jackson, një. Kishte si emblem. Ti do imazhin. Imazhin pra se ne e shifshin televizion. Po s'kishte imazh. Imazhin e kishte Gonxha. Gonxha se kishte një si letër, domethënë një cop letër. Gonxha ishte i djathtë atëherë. Randi, e diskutojmë këtë se jemi të dy intelektual në një përpjekje? Jo, me atë përkufizimin që theti unë e qdorë. Të djathtë nuk ka në Shqipëri. Nuk ka? Ja, unë përpiqem unë me qenë, dhe me thonë, ose jam përpjekun gjithë jetën me qenë, i djathtë, po nuk ka, ja. Sepse, kishoku Samramu tash, gjyshi këtij ka qenë një nga intelektualët e Elbasanit. Po? Edhe bërë një parti atëherë, si ishte ase Beut. E këshimin partia? Ase sultanit, ase Beut, i gjë e tillë. Quaj partia? Po, quaj partia. Edhe s'mori as i vot. As i vot? Okej, tani, pse te Lulzim Basha? Çe beson aty Lulzim Bashës? Tani, çfarë ka bërë Lulzim Basha që të mos besosh?
Jo, problemi është çfarë s'ka bërë. Ma dëgja. Jo, e sekund. Në 2021-shin i them miqve të mi, 2 ditë përpara. Më pyetën gazetarë, mund të kishe pyet dhe ti, do të thosha po të njëjtën gjë. Luli nuk fiton. Unë kisha mbështet, Luli më tha në 2021-shin do vish, i thashëm nuk bëhem sepse unë kam mbrojt teatrin. Jo që të bëhem deputet. Se duke sigur e kishe bërë atë gjë për të futur në politikë. Eksakt, e kupton? Që unë për po të dojshëm politikë, unë politikë më kene. Morale, po. E kupton? Edhe tani nuk është se du me u fut politikë. Po ti je ngarë tani si zë me fut? Po jam ngarë, kam qenë ngarë dhe herë tjetër në 2005-ën. Kemi marrë pjesë në garë e dashur, sa herë atë dhe është në rrezik. Po? Sepse kështu jemi prerë. Kështu jemi ndërtuar. Dhe Lulzim Basha aty Lulzim Basha ishte kryetari i PD-s. Ja ta shpjegoj Rudi, më dëro. Në 2021-shin i them atyre Luli nuk fito. Dhe më erdhën gjithë të thonë si nuk fito, miq më të ngushtë, miq ashtu. Rudi pse e the? Tash kjo ishte shumë ngushtë, nuk e thash në mënyrë publike. Luli thash nuk premton plaçk. Disa e kupton, disa e kupton që të thotë Luli nuk premton plaçk. Unë e premtoj të po së të besoj. Luli nuk premtoj në 2021-shin plaçk, do të thonë do të vjedhim njësoj si ata. Për këtë humbi. Ja. Po. Lulzim Basha humbi Sot se nuk i tha Berishë rria ti jam unë këtu. Të gjithë ata Lulzim Basha ishte domatja, ja ka thënë Apollon Baçe, Shkopi ishte Sali Berisha, ai ishte domatja e thurur te Shkopi. Tani të lutem tani. Dëgjoj, un kam shumë respekt për profesorin, po nuk është ashtu. Lulzim Basha është përfaqësuesi i Amerikës në kuptimin e deklaruar. Dhe për këtë arsye Lulzim Basha dhe ne po të duash quhemi Euroatlantik, nuk është se ka ndonjë konotacion, domethënie shumë të madhe për mua kjo punë. Me thënë drejtën, Rudi Rebara i shkon në Euroatlantik, po tani Partia Lulzim Bashës në Euroatlantik, kryetar Endri Hasa, Lulzim Basha është lideri. Po më pra. Po këtu ja ta shpjegoj. Di si them zë makina me këto. Se i pyeta unë, pse? Ruda tha, shiko, Lulzim Basha nuk mund të bëhej kryetari i Euroatlantikëve, sepse është në gjyq për të marrë vulën e PD-s sipas asaj. Edhe shpresë e madhe që dhe meraj. Ai duhet ose duhet është tjetër gjë, e kupton? Por janë disa procese juridike që unë nuk i hyj se unë jam marrë me proces të pronave. Edhe me atë mund të flas sa dush ti po. Tani, mos i mendoni votat për ne si fitore. Mendoj si zgjodhi Guru Davidi, kush bën punë. Fitoria nuk janë gurët, është rënja e Goliatit, gurët tan nuk do t'i gjej më askush. Kjo është një poezi, ndoshta është një improvizim me autor Rudi Rebari që unë e kam lexuar me shumë kënaqësi në statusin, në wallin e tij, në profilin e tij në Facebook. Ty intervistat fillon dhe të mbaron kaq. Unë prandaj të kam ftuar sot ty në studio. Se ti nuk je politikan racën kuptim, ti je krijues, ti je letrar, ti je përkthyes, ti je autor, ti je shkrimtar, racë dhe kjo më pëlqeu jashtëzakonisht. Kur morë dieti në mëngjes, unë isha me Jani Durin. E përshëndesim Jani Durin. E përshëndesim. I madh Jani Duri. Dhe njësoj si ti, u ulëm aty të pinim kafen e mëngjesit. Po? Lash gocën në shkollë, do shkoj tash ta marr. Edhe më tha, Rota, ha Jani thashon, të shoh që je mërzit. Njeriu tha kur mërzitet, shkon ke Bibla se ke Kurani. Sa burr ka thënë. Kështu që dëgjoj. Më habiti kjo. Dëgjoj se është shumë e rëndësishme kjo. Edhe e mendova që do ta them sa të vi. Ti se di që do ta lexoj këtë, se sa kisha shkruar. Jo, nuk e dija. Po dëgjoj, kjo është shumë e bukur. Po? Shën Pietri tha, përpara se të bëhej shën, ishte me i varg. Në varkën tjetër ishte Krishti. Edhe Pietri i tha, o Krishto, do vi unë aty ke varka jote.
Krishti e thot, e kemi lidh varkën. Hec mbi ujë. Edhe Pjetri tha, te eci mbi ujë? Pa më hec mbi ujë, hajde. Eja. Dhe Pjetri eci, tha. Derisa pa ujën, tha, edhe u zhyt. Dhe Krishti e ka për dorë e tha, besim pak. Apostulli kryesor i krishtërimit. Besim pak. Besimtari më i madh më pas, apo ja. Tani, a duhet të kemi në besim ke e mira apo të e keqja? Më pëlqeu shumë kjo. Ky është i krijimi, joti, ë? Do të thonë joti është, po i çastit aty. Më pëlqeu shumë kjo. Shiko si të ndjek profil. Faleminderit. Të ndjek, pavarësisht se bëj komente se ndonjëherë ne keq kuptojmë duke si pozicionim. Tani përmendet Rama është kryeminist i 33 i shtetit shqiptar nga Ismail Qemali. I pari dhe i vetmi artist. Tani ju artist kur kishim Sali Berishën, ama na erdhën këta nga Hajlandre kështu. Ja, mas kishim. Jo, një sekondë. Dhe këta ne Tiranësit thoshit ju, Tiranësit. Ne Tiranësit ja sa të vim ne. Tani Edi Rama është nga Tirana, artist, tani formime ka shumë të mirë. Cili është profili që ti bën si shkrimtar, si artist për Edi Rama? Ne kemi qenë miq. Unë kam pas dhe profesor. E pas profesor apo, në? Po. Çfarë lëndë tipte? Vizatimin, ka qenë shefi ateljes. Jo, jepte një lëndë që kishte bërë edhe me historinë e artit? Rama, si profesor i historisë së artit, ka qenë i shkëlqyer. Po pra, historisë së artit? I shkëlqyer. I shkëlqyer, ë? I shkëlqyer. Çfarë të vurit ty? E di si jemi bërë miq me Ramën? Rama kishte këtë problem katunarët, që e ka dhe sot duket. Sot kur i shpëton ndonjëherë kërkon falje. Si ajo me autikët. Po. E kishte me katunarët. Sa bukur. Dhe çfarë thoshte? Disi u bë miq, duke diskutuar për veprën e Kandinskit mbi shpirtërorën art. Pa, formimin e ai e ka shumë të mirë tani. Ka shkëlqyer. Dhe iku pasaj kur iku në Francë, iku me idenë si që ikëm gjithë. Dhe më thënë, ikëm, e ka Jani Dure atë filmin me bicikletën që ikën e njeriu me bicikletë. Që është bërë dhe film. Po është skenari Janit. Dhe ne donim... Po. Jani ka qenë kampion në ciklizmi, nuk është shumë si Gallat. Edhe e përmend sepse e dua shumë dhe konsumojmë shumë biseda bashkë. Po? Tani, shiko Rudin, kur ikëm o Hollandi, 1991-2, një ditë, ose atë javë, mbaj mend që ka qenë dhramia, ka qenë 10 drami 1 lek. Nuk e mbaj mend tash saktë se kur ka qenë, por kështu ishte, 91. Si 10 drami 1 lek? Po, domethënë që leku më i fortë se dramia. Që ndryshoi brenda muajit. Edhe po binin të gjithë dramia, aty ke xhamia, aty ke, e kupton? Dhe e kam si ëndër të keqe atë sepse ishin gjithë shokët e mi, po bleshin dramia dhe ne bënimojshim që ta thyshim sa më mirë që të mbledhshin ashtu. Dhe pastaj iku njëri, iku tjetër. Ikën jashtë. Po. Dhe në fund të javës mbledhemi aty ke ura dhe ishim 2 vetë. Në kishë ndodhur me ambasadat. Dykërik. Në kishë ndodhur me anijet. Me anijet në Durrës, në Fenjishin, Mars. Në kishë ndodhur në Gusht, se iku me stadiume me Po kjo pasaj, kjo ishte kështu. Kjo ishte që ishte pakthim. Por edhe tani si ora me rërë jemi. Ora me rërë kthehet mbrapsht. Po ktheheti, po kanë ikur ata. Ata që kanë ikur, që duan të kthehen përmes votës, çfarë duan të bëjnë? Po të votojnë njërë. Po të votojnë, unë po them çfarë duan të bëjnë. Duan të kthehen këtu. Si duan të kthehen? Duan të thonë fjalën e tyre. Po?
Jo, pyetja ime ishte për Po Edi pse Ramën. do ta thonë? Çfarë profili ka Edi Rama si kryeminist për ju? Se me që keni pasur dhe mik. Me thonë të drejtën, kur kam marrë nga Amerika në 2003-shin, kisha shumë shpresë se Rama do bëjë mirë. Po ç'ndodhi? Pse se bëri mirë? Ka marrë huqet mënyrën ka zgjedhur mënyrën e tesë me ata që rri. Me ata që rri. Po zgjidhe shokun më të mirë nga vetja, thoshin ata para 90-s. Gjysma e qeverisë është në burg. Po ata si ka shok ai? I sekond. Absolutisht i ka shok. I ka zgjedhur. Si ka shok? Shok nuk i ka, ai ka bashkëpunëtor. Partia Socialiste, miqtë tanë të Partisë Socialiste, vëllezërit tanë të Partisë Socialiste, kanë votuar për një qeveri që ishte kundër partisë së Sali Berishës Demokratikës. Po? Dhe qeverisë së Sali Berishës. Dhe Ilir Metës përpara 12 vjetësh. Për një gjë që përmbledhet me 21 janarin. Kundër korrupsionit, po, dhe u vranë dhe njerëz. Sot kemi spakun që duhet jetë 10 herë më i madh, dhe thash do ta them prap, duhet kemi një gjykatë 10 herë më të madhe, më të fuqishme. Po 10 herë vjen më fuqishme i ka futur brenda. Nuk mund, çka ka futur brenda? Ç'a? Si s'ka futur tani? Po ç'a thotë? Se vlerëson punën e spakut? I dashur në 2005-ën vincat e jashtëm, i themi ne. Si çdo me jashit ky atë Çeku Bardh, Laçi Vitajça, Kukaraça. Vincat e jashtëm. Edhe këto të jashtëmit që ishin gazetarë disa të kështu të shquar. Kur ulemi të pim një kafe, ju them si ju duket. Është i qelb tha ky vend. Atëherë pse i them unë? Po tha, ja, shifa orën, e ti tha. Kjo është një orë, tha, sa i keni rrogat ju? Në sekundë. Dhe këtë i dashur nuk e kam thënë ndonjëherë, po duhet ta them dhe shqyr që jemi të dy kolegë bashkë. Ka qenë një qendër aty diku mrapa koha jon, ata godinës aty, që ishte një qendër kundër korrupsionit që e pagunte Amerika. Te koha jon te Petronina apo te koha jon te koha jon aty më ku ka qenë që u dogjë aty ke. Te shkollkuj që diku mbrapa aty ka qenë një zyrë Amerikës, që pagunte për këtë. Gjone kishte dhe. Pinte duhan sheldia me lull, kishte këpuc Clark të shkelura, si opinga të shkelura. E bukur kjo. Edhe i thashun Clark, tha, tha erdhi njani, tha, që i njef këtë punë. Edhe më tha, do pim nga një whisky, po e pati thashun black, neat, dhe më thonë pa akull, do ta pim. Dhe ma mbushi atë. A i kishte varu këto mbrapa me kur pa ulishim pa diskutonin, në një faqe të parë të gazetës Koha Jon, në kornizë, me xham. Me titra, me gërma të mëdha, shkruaj, a është i dëmshëm korrupsioni? Qa viti ka qenë ky? Që ka qenë 2053-4. Jo, se besoj këtë atë. Ky titull? Jo, ky titull ishte përpara. Titulli duhet të ishte është në bibliotekë, nuk është thjesht. Është në bibliotekë. Jo, i cili vit se i kam arkivën gjithë apo ne? Shëmi, a është i dëmshëm korrupsioni? A është i dëmshëm korrupsioni? Në faqet e parë të gazetës Koha Jon. Edhe i themun, a mund të ma shpjegosh këtë? Dhe vjen një dikush i gazetar. Edhe thot, ha ma mone tjeta. Jo, i thashën, dëgjo, ky që e ka vë këto, tha. Edhe kjo më thot, ja gëzuar, gëzuar e themun. E tha në Shqip. Nga të gjitha që hynë këto, tha, ti e i pari që pytë për këtë. Ta shi ky tjetë... Të tjerët s'kishin pytë? Fare, s'kishin reagu, a i e kështë e varë mu në mes. A i ishe gjithë thelbi. Tani, zotin e bara, më trego... Dëgjo, ta mbaroj Rudi, këtë dëgjoje. Dhe i thot ky tjetri, që është gazetar i shquar, që vazhdon të jetë gazetar, është... I thot, se kuptoj pse. Po si ta shpjegojnë, t'i tha, se parët e mija janë në xhepin tim, tha?
Parat e mia? Janë në xhepin tim, i tha ky amerikani. Po? Dhe kur qëndruam pak i thashun, si e mendon? Unë nuk kam pa asnjë popull, tha, që është i prirur të korruptoj veten, të drejt korrupsionit si ju, tha. Për këtë arsye tha kanë vënë këtë. Shumë e bukur. Zoti Herbara, mund të flisni diçka për veten? Kush jeni ju, familja juaj? Ju jeni diplomuar në Akademinë e Arteve në atë kohë dhe keni mbaruar edhe liceun artistik Jordan Misja, por aktiviteti ju i më i rëndësishëm është krijimtaria, letësia dhe unë do të veçoj nga momentet më të rëndësishme ka qenë ai në vitin 2017 kur keni marrë çmimin për Bashkimin Evropian për Shqipërinë, e Bashkimit Evropian për Shqipërinë me romanin Epika e yjeve të mëngjesit. Pse jeni vlerësuar më shumë jashtë, më duket mua se sa në Shqipëri? Jo, vlerësuar për përkthimet dhe vlerësuar edhe në Shqipëri. Çmim të madh për letërsinë, domethënë nuk kam marrë për letërsinë time. Dhe këtu e kisha fjalën unë. Po tash s'ka qenë kismet, çfarë? Kismet. Vezët e thellëzave dolin në të gjitha konkurset, domethënë po nuk fitoj asnjëherë. Epika e yjeve të mëngjesit e kam shkruar. Po, Epika e yjeve të mëngjesit është romani, vepra që ju keni fituar këtë çmim. Është përkthyer në 4 gjuhë. Në 4 gjuhë? Deri tash po. Në 5 i bie, po në çfarë gjuhësh? Është përkthyer në fillim në bullgarisht, pastaj në italisht, pastaj në greqisht dhe tash në spanjisht. Në Spanjë pritën jashtëzakonisht shumë mirë. Jo, ky përkthimit në disa gjuhë, po a është shitur atje libri? Nuk e di. Se kjo është matsi. Tani unë i kam dhënë të drejtën e botim se kështu është. Kujt? Shpiva botuese të huaja që kanë kërkuar këtë punë dhe ne nuk kemi mundësi ta bëjmë këtë punë. Domethënë duhet që shteti, Edi Rama, Sali Berisha, Rudi, nëse Luli nëse do vi, duhet të bëjmë një. Ky rregullon këtë punë, ky fundit. Mirë, çika, duhet të ka marr pjesë në këtë garë, domethënë seriozisht. Kjo është jeta jonë dashur. Sigurisht do të kem unë më fuqi ta vazhdoj këtë punë 55 vjeç pasi kam qenë emigrant. Unë në Shqipëri nuk kam firmosur në asnjë vend, asnjë rrogë. Çdo gjë që kam bërë, jam freelance ose jobless. Të gjitha kam bërë me krahët e mi. Asë vend diskutim. Cila është familja juaj? 34 libra, 35 libra. Të përkthyer. Kam 15 drama dhe 4 libra të mi të botuar. Kam 8 romane që i kam kompjuter. Keni ju ato? Po. Po pse si keni botuar? Botimi është me humbje dhe nuk mund të vazhdoj t'i marr paratë e fëmijëve që të bëhem unë i famshëm. Sa fëmijë keni? 2. 2 vajza. Po. Futrohen me jetë. 4 dhe ambla. E para njerë, për ata që se din, ju jeni një çift gazetarësh të dy. Moza Picari është një gazetar nga gazetarët më të njohur në Shqipëri dhe së fundi ishte gazetare e Zërit Amerikës. Ore, çfarë bën me Zërin e Amerikës? Po pyesni Trumpin më valla që ju ose këtë Laçivitan, ç'është, si e ka kjo. Zëri i Amerikës, me sa di unë është mbyllur. Jo, me sa di unë është mbyllur me vendimin e Trumpit. Po tani ka ca procedura, një gjyq është fituar. Ekziston mundësia që të rihapë. Landi. Ne mund të flasim për shembull në këtë raport për shembull Paragonin, Begeti, Rama, këta. Me Amerikën, zëri i Amerikës nuk është një gjë kështu. Zëri i Amerikës ka qenë zëri fizik i politikës amerikane. Shtetit amerikan. Zëri i Amerikës që ne njohim nuk transmetohet në Amerikë, është ndaluar me ligj. Nuk transmetohet atje. Në asnjë gjuhë, as në spanjisht, as në shqip, vetëm jashtë Amerikës. Në vendin ku është për këtë punë. Ata transmetojnë mesazhin zyrtar politik. Për këtë arsye është një humbje shumë e madhe për ne. Si është thjesht një çift gazetarësh? Gëzimi këtyre që quhen të djathtë, si çift gazetarësh, më ka sëmur. Zëri i Amerikës ka qenë gjëja që ne pritshim, si tha inxhinieri, kur shkuan në breg të detit ata fëmijët dhe pyesin pse kemi bërë këto bunkerët mësues, më tregoi inxhinieri.
Edhe i thot ai, po që mos vi Amerika, i thot. Po pse do vi Amerika? E kupton, ta pushtoi, sepse ata tha duan ta gjenë komunizmin gati. Qa thua? O qa pjesë kja gjone një këta? E duan tha ta gjenë komunizmin gati, tha? Ate që kemi bërë ne, tha, me forca tona, komunizmi, vinë ata, tha, na e marrin gati. Ne e marrin gati. Për këtë arsye, tha, ne pa e mbrëm, tha, që mos vinë ata. Se kisha imagjinuar këtë përgjigje. Si është thjesht një çift gazetarësh? Pa ndërgojnë çik për mosën për vetën. Mirë më se ku, shika, do më thënë, ka dhe kështu përplasje, po janë gjitha përplasje intelektuale, po e që profesionale. Ka lodhje, sepse Moza për shembull ka pas punu shumë fort. Një nga gazetarët me energjike. Orë pa fund, kështu që unë kam qenë vogla ime, dhe 2 vjeç më thotë Mabi. Pastaj u rrit e thotë Bami. Bami. Sa e bukur kjo. E këton? Shumë e bukur. Edhe Moza për shembull mërzitën e thotë, "Si parti, unë jam Mami", e kupton? E këta? Aja shifte që sepse nuk e kuptote dot se kush ishte, unë për këthejsh, ama ishte që ka lemojt. Dhe më thënë e kam pranuar edhe lotshme ka qenë, për edhe shumë kënaqësi e madhe, sepse Mozës pra i ra me bo këtë pjesën tjetër. Se më për këthim është shumë vështirë. Për gjitha ta që ti u kërkon votën, unë doja një 30 sekond, 1 minutë, një lloj mesazhi për gjithë ata që duhet votojnë Rudi Erebar. Përshëndetje, Rudi ju fton të gjithëve, jo ashtu siç ka thënë Rama për të majtës e djathës, por kështu siç jemi të gjithë, ndash mendojmë të jemi të majtë, ndash mendojmë të jemi siç jemi shqiptar. Të jemi të rikthehet drejtësia në sistem, që hajduti të ketë frikë që është hajdut, të mos jetë më nder të jesh hajdut, të mos kaloj as me tallava, as me byrek, as me timon, as me antikomunizëm, zotëri, të mblidhemi të gjithë bashk dhe të ndryshojmë. Ju ftoj të votoni partit jashtë kësaj që janë sot. Votoni, nuk ju pëlqen Rudi, Luli, votoni një tjetër që është jashtë. Qeveria më e mirë është një qeveri e ndërtuar nga shumë parti. Shumë parti do të kontrollojnë njëra tjetrën. Duke kontrolluar pushtetin, ne do të kontrollojmë jetën tonë.